Pas shpërthimit të luftës së dytë botërore, me qindra mijëra njerëz nga mbar Europa u dëbuan në kampin e përqendrimit në Mauthausen. Uria, trajtimi arbitrar dhe dhuna ishin kryefjala e përditshmërisë së kundërshtarëve politik dhe grupeve të individëve të etiketuar si kriminal, të cilët u burgosën dhe punuan në guroret e granitit të këtij kampi. Më 7 gushti 1938 nisi ndërtimi i kampit të Mauthausenit, i cili gradualisht u vendos në qendër të një sistemi kampesh përqendrimit të ndërlidhura. Së bashku me Gusen, Mauthauseni kryesonte për vdekshmërinë më të lartë dhe kushtet më të rënda të burgimit. Në vitin 1941, këto trupa ndërtuan një dhomë gazi pranë kampit për vrasjen sistematike të grupeve të mëdha të burgosurve. Për llogaritet se nga rreth 190.000 të burgosur në Mauthausen dhe në nën-kampet e tij, të paktën 90.000 vet vdiqën deri në çlirimin e kampit më 5 maj 1945. Mes tyre numëroheshin edhe rreth 400 shqiptar.